Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku specat e mbushur. Fillojmë me përgatitjen e mbushjes. Marrim një tigan, hedhim 4 lugë vaj ullirit, pastrojmë 2 thelba hudër, tani do të presim 3 domate. Do të grim edhe një dorë majdanos. Shtojmë edhe domatet. Hedhim një lugë krip. Do të hedhim edhe një lugë sheqer që të hike acidi i domateve. I shtojmë pak piper, edhe paprika. $500 gram mish vishit e grirë, hedhim edhe majdanozi. Kam larë 1 filxhan i gjysë oriz, i shtojmë edhe 1 knor për shije. I hedhëm 1 filxhan ujë të valuar që të zbutet pak orizi. Dhe tani do të përgatisim specat. Marrim tepsinë dhe e lyejmë me vaj. Fillojmë me mushjen e specave. Hedhim 1 lugë salcë të kondensuar, 400 ml ujë, hedhim 4 lugë vaj ulliri, edhe pak rigon. Dhe ja hedhim sipër specave. E mbulojmë tepsinë me letër kuzhine. Specat e mbushur i kemi gati, do t'i fusim në furrë për 1 orë. Specat e mbushur i kemi gati, i kemi hequr nga furra. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot, shihemi në videon tjetër.